Postoja e projektit Smart City që synon instalimin e mirave kamrave inteligjente në hapësira publike është rritur nga 60 milion në 118.5 milion dollar, duke ngritur shqetësime për transparencën dhe përdorimin e të dhënave personale. Rritje e kostove erdhi pas vizitës së presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe në Tiranë, ku firmosi marrëveshje mes ministrit të brendshëm Ervin Hoxha dhe kompanisë Prestige AL Ltd. Ndërsa fondet do të zhvillohen nga një hua me fondin për zhvillimin të Abu Dhabit. Sipas projekt ligjit të depozituar në kuvend, financimi do të përdoret për të instaluar mbi 8.600 kamera inteligjente dhe 100 radar për monitorimin e trafikut dhe sigurisë publike. Megjithatë, qeveria nuk ka dhënë një shpjegim të detajuar për dyfishimin e kostove. Ekspertët ekonomistë si Eduard Gjokutaj nga Altax shprehin shqetësime për fryrjen artificiale të vlerës së kontratës, mungesën e garës dhe rrezikun e keq menaxhimit të borxhit publik. Opozita përfaqësuar nga Jorita Tabaku e cilësoi marrëveshjen si të palishme dhe në kundërshtim me praktikat e Bashkimit Evropian, duke theksuar mungesën e transparencës dhe rrezikun e keq përdorimit politik të teknologjisë. Gjithashtu, ekspertët e të drejtave digjitale paralajmërojnë për rrezikun e mbikëqyrjes masive dhe keq përdorimin e të dhënave personale nga ky sistem. Marrëveshja me Prestige AL ka ngritur shqetësime edhe në Kongresin Amerikan për shkak të lidhjeve të kompanisë me Kinën. E përveç mungesës së garës, ekspertët theksojnë se kushtet e huas, përfshi normën e interesit prej 4%, mund të krijojnë barë financiare afatgjatë për Shqipërinë.